ato që kemi po në media, nuk kemi pas një dërgim shtërë qytetar. Dhe po pres natyrisht me reprezentu qytetalizëm nga ti kështoj qytetarë. Ndërën Glauko Njuk sa me një siguri thash që i ka dhe 3 vota 3 deputet nga nisma. Jo, si ka askush përveç marrëveshje politike. Me marrëveshje politike. Ato me marrëveshje dhe Po marrëveshje edhe që kemi folë tash më se kemi çon dhe kemi pas një orë edhe në për intervista. Marrëveshje përmes marrëveshjes politike ndërtohen edhe numrat edhe shumica parlamentare. Pa marrëveshje politike, natyrisht nuk mund të ketë ndonjë zgjidhje dhe prandaj besoj që do të ketë shpejt marrëveshje politike. A e përkrahni idenë për qeverinë e unitetit? A janë të arrëtshme, a mujnë me u bo një qeveri unitet, ajo? Që është këtu në këtë vend, Kosova është lupë shumë, se disa janë të dyshëm, nuk është që është kjo e taktizimi që ka përshohë ne, me milione Kosova çdo ditë e svetën ekonomik. Përveç probleme tjera politike, ekonomike, pozicioni jonë vetëmdaqja duke humbur. Ne jemi sot margjina të këtë zhvillimeve rajonale, përtej rajonale Bruxelles, po çka është më e rëndësishme, Kosova çdo ditë më shumë po futet në një krizë. Ekonomia e Kosovës është në një gjendje stagnimi. Dhe këtë nënkupton, ne jemi duke humbur miliona. E ju dini pak a shumë, kur klima është e pasigurt, kur ekonomia ka pasiguri, gjithmonë ka të lashë ekonomike, edhe për mund kjo fatkesia që pak kush po e ngritë si çështje. Ne jemi Kosova të mos domos më ekonomike të muaj, në mungesë të institucioneve.